Unë kanë rajt të jopin porët në Kosovë, të rejnë, Dallavergji. Për të kam thonë që buen Dallaverë në Kosovë. Po, ato i kom pos non-stop edhe si në familje edhe përgjësi. Shumë e vërtet kjo që po thu Riza, se kudo që flasë edhe në herë, thonë jo në Kosovë se buen Dallaverë, nuk paguin, ka probleme, ka gjona. Realisht mendesh njerëz mirë, Dallaverë ka në gjithë botën. Nëse takohesh me njerëz jo korrekt. Po nuk është në Kosovë kjo që thonë. Besën e 5 fëmijëve mu halo kërkosh, s'm ka met do më honë bashkë. Borgjë do më mas shumë të si o konë, si më ka met një javë, 2 të 11 ditë, mi ka pru paret. A në Zvicër ka shifra shumë të maja, si më ka met, a kur s'kthejnë ato. E këto halo kërkosh s'm ka met bashkë. Tash Riza, fëmin i kje zilë në Kosovë se të vegjel edhe i kje mujt me i bindë, mi thonë ju blej babi lodra, ju që babi të lojnat, ju blejn babi sanet mira. Me gru kom pak ma probleme. Dash kjo problemi, dash me gru që ja kje boti për me i bindë. Por me gru në këmë bindë të ka ekonomien të kry me gruja. Po kom problem që shmija dorë të ke me 5 fëmi. Nuk kena, nuk atë, unë që të kohë do më hanë, nuk i lëpsha pare kërë gruës, e dhe ke qysh jetu jetuaj, diqysh. Se s'fi përdur pare, pse ashtu, ose unë vim pare të kërkojna. Unë pare kam, e bleta kera, bleta kamiona, bleta alete, e renovova shpijen, bleta plus 6 hetari tokë. O befa thë, qysh jetë të bëmë, mësë jetë të pëndu me punë të këshia. Tash, jo, dhe i diçka tjetër, se thoi njerëzit. Ti e ke bo një ekonomi në Zvicër, kur ke ardhë në Kosovë, sa por e ke pas gjendje që ke ardhë të me investu? Se po e pas do pare në është të vështirë mja njësë të prej zërës. Kum pas pare, do ma honë që kum pas penzion kaset mira, që kum pënu, po penzion kasën do ma honë nuk e kom cek heq. Nuk e kom heq, kur të i baj vite do ma honë me të rjek. Atje? Po, atje. Po nuk ka shku menja se këto sene që e kom baj, janë kom bizniset vogla, si kom mujtë me mbjetu do ma honë me këto. Edhe kom fitu për mi bon do ma honë ata. Nuk ma ka morë menja kur. Po pra, ti e miralisa, me anis prej asë, mos me pasi bugjet mirë këtu në Kosovë, pak e vështirë jetë, apo jo? Nëse se keni bugjet, apo jo, si thuti? Po, me pas një standarte, me pas shpijen, me pas shpijen ku me pas me shni kryet. Po, pa qera, dhe më thamë. Pa qera, nëse je pa qera, ku dush më nësh me jetu. Mund është me pas i rokët mirë, se problemi është që diaspora, po mendojnë, diaspora, pavarësisht se nuk është propaganda, keni drejten me jetu ku dëni, qysh dëni, mos e lëshoni vendin që ju ndjej rahat. Po diaspora po mendojnë që Kosova është përsëri e viteve kaluar, 90-ta. Pra nuk është Kosova si që ka qenë. Edhe këtu ka mundësi për me ha biznes, me zhvillu biznes, me zhvillu një startup, me marrë një kredi, me bo çdo lloj aktiviteti më duket, apo jo? To ki lloj të lëfar me dash kredi, ki të kredi, me dash punë, ki punë sa dush. Vetëm ma dojnë me punu. Për punëtor do me ham, ka një standarte është mesatare, çdo punëtor e ka 30 euro për shembull, që i paguaj ditore, që i paguaj, e kanë hanë, e kanë pijen. Sa ke firmën tënde ti? Okej, hajde t'ja bëjmë reklamën firmës tënde. Çfarë firme pote? Firma jam është Hidrotek. Hidrotek, në Gjilan, apo jo? Po Zheran. Po Zheran. Okej, ja ku keni Riza pirën për Hidrotek, për izolime gjitha këto. Mos e ndroni pra. Erdhi spontan kjo intervistë. Respekt dhe për ty, kjo është jeta reale. Bashkë me Rizan këtu në mes të kompleksanesit fshatit më të bukur në Gjilan. Faleminderit. Respekta, për respekt edhe për juve, për keq shikëshëmërinë tonë. Zoti Drit. Faleminderit vetëm ma shpesh me orta. Zoti Drit. Shumë respekt është të mirë, suksese me jetën e re në Kosovë. Faleminderit shumë, edhe i kisha lut këtë rinien me ardh. Se s'ka më boka atë, këto është jeta, jo atje. Gjermania vllazën nuk është si përpara. Jo atë, do bëhet. Respekt çdo të mirë. Faleminderit shumë. Kjo është jeta reale, bashkë me Rizan, është një firmë që po punon tek fshati turistik këtu. Shumë interesant, më tregoi që ka qenë 22 vite në Zvicër. E ka lëshu Zvicrën, po jeton në Kosovë shumë mirë. Ju përshëndes gjithë dhe Zoti ju ruaj, vazhdojmë me pjesën tjetër në studio.